skic, e skicoj. Ata janë ndër aksesorët më të kërkuar, por edhe më të veçantë këta vath vezullues i bën mënyra se si janë punuar. Ndonse për Diamanta Duriçin e gjithë kjo punë nisi spontanisht, shumë shpejt, kërkesat për krijimet e saj vetëm sa shtoheshin. Ka qenë një vajzën e vogël kur e kom lind, nuk kom qenë aktive shumë në dyqan, kom qëndru një shpe, edhe aty kom fillu, faktikisht aty mu angazhu ma shumë. Edhe ideja më ka lindu në dizajnin për ndryshe kom të krym, gjithmonë kom qenë ma detajiste, i kom dash detajet, më marrë me detajet dvegjla, edhe kom fillu me qokersa në fillim, edhe ma ndej tu punu qokersa, kom fillu dhe vath mi provu, mas shumë ti më flan shpirti kur të punoj vathë, si vath. Punoj edhe produkte tjera, qafore, qokersa, unaza, brosha, po më vath jo me përqëndru me ma shumë. Por, deri tek faza përfundimtare, punimi i këtyre vathëve kërkon kohë dhe përkushtim. Punën si punë, unë mësu spontanisht, ashtu nuk e ku mësu për rrjetëve sociale. Kom fillu një herë, ku marrë vathin si vath, e kom punu, kom fillu me punu. Mandej kom kalu edhe në produkte tjera, do më thonë e marrë tash aluminin, kjo mrapa që vjen, si kap, edhe punoj krejt. Mas pari filloj me skic, e skicoj, edhe këshirja po më pëlqena qysh po dopet, mandej qes po gurë dhe filloj punën. Do më thonë puna bëhet kejt me gurë, me atë telin, bëhet me silikon, aty këtu kapak, që bëhet edhe me materiale tjera, këtu i kom shi edhe fijet, kom shi edhe materiale tjera, material do më thonë qipka e këto tjera të sene që bëhen edhe qështë. E për shkak të gurëve shkëlqyes, ata përdoren më shumë në rastet të veçanta, por shumë shpejt do ketë zgjedhje edhe për vath më të përditshëm. Po më vath jo me përqëndru me ma shumë. Të gjitha punimet janë të bëme me gur kristal, me elementet Swarovskit, cilat japin begi shkëlqim, edhe që është. Po ma shumë përdoren për nëj rast solen, edhe nuk janë të përditshëm, po tash në kohën e fundit, ato punime nuk i kom sjellë ende këto, jam të punu edhe të përditshme, se është kërkesa begi e madhe edhe për të përditshme. E kërkesat më të shpeshta në adresë të dizajneres Diamanta Duriçit vinë për 2 lloje vathësh, kurse çmimet sipas saj janë mjaft të arsyeshme. Prej këtyne vathëve kristal të mëdhaj, këto rastet ma solemne ka pas ma shumë prej këtyne ngjyrës asaj kristal që është, do më thonë ngjyrë gjami që është e bardhë. E bardha dhe kristal për vello ma shumë ka pas për asaj ngjyre, për i të zezës ka pas, për dhe këto ngjyra begi shkojnë. Treja, do më thonë i preferojnë këto ngjyrat. Në përgjithësi janë 25-30 aty sillin çmimet për tregun e Kosovës. A jashtë janë ma shtrejt, që shkojnë ma shtrejt, për shkak transportit e këto. Po. Motivin më të madh për punë, ajo e gjen në vlerësimet e shumta që merr çdo ditë. Nuk për dim, po në përgjithësi kur vinë unë këtë në dyqan që rri, kur vinë klientat edhe kur t'i shohin, wow, nështë edhe që ajo më stimulon me punu ma shumë, adin ajo pëlqimi i njerëzve, komentet e njerëzve të mira edhe më shtin me punu ma shumë. Po, definitivisht po, vlerësohet, puna e dorës vlerësohet. Përveç vathëve, Diamanta punon edhe të tjerë aksesorë.